Jo, s'ka vdekë lullkusja e Kosovës, one me malë të kujtojmë, oj ganimet e, jo, s'ka vdekë lullkusja e Gjakovës, ganimet mo i krenaria jonë. Nuk është pak rahati për një femën, më thonë se ti e me fustan ma tronë, nuk është pak e leti me ullë në sofër. Sofra është për burra, nuk është shumë për femna. I këndoj këtë zhandrat, përveç vish rap zdi me kënu. I kënon edhe këngë patriotike kështu me zemër. Vish do të më ullë këmë greqën. Lirisht, ta djemë të të bojnë gati në bakshesh. Edhe pa bakshesh nuk nej. Unë pëtu me kalu të fisat e nëntorit edhe pse neve në ka kalu një sëtit nëntorit, kështu që pse mos me rikëthy edhe një herë edhe me ngu një këngë për te për një sëtit nëntorit. Ne di që i kënon edhe këngë patriotike kështu me zemër. Vish do të më ullë këmë greqën. Lirisht, ta djemë të të bojnë gati në bakshesh. Edhe pa bakshesh nuk nej. Kalëzoj këtyne, keni koljetat në vete. Jo, se më ndojnë tani krejt. Jo, këndojnë ana dhe pa bakshesh, se është puna jonë, me shumë knasi. Mosja, ngëm të mungë, me bakshesh të ju, se këta nuk pritojnë kur i ngojnë qëtë këngë. Këta kanë qenë patriotike. Nëse dojnë, është okej, dhe më tona është një diçka që e banë për vetis, se cili përsen, po edhe pa bakshesh pse jo, dhe më tonë nuk është asë një telashe. Pa vazhdu me bo pjesën e qësaj këngë, po du me pyet pak se te pjesa e darsmave është edhe sofra. Që shkojnë që ke pjesa? A i pritën kësaj pjesa, a nështë ta kështu e bënë edhe këta me qef, të pas parasysh nështë ta si femën thu, hajtë ma mirë me bo një burë, qëta se sa me bojnë, të pas parasysh ju shkani bashkë në ndonë me një kolegë. Po, është shumë e vërtet kjo, është pak, nuk është pak rahati për një femën, më thonë se ti e me fustan ma tronë, nuk është pak e leti me ullë në sofër, edhe është probleme nejti, edhe unë thëmë gjithmonë, sofra është për burra, nuk është shumë për femna. Edhe pse nuk është kur gjuhë me ullti në sofër, po, unë mendoj që ajo pjesë i takon një mashkull sepse bën mas mirë të mbot, ullet ma lirshëm, këndon ma mirë, jo që s'këndojnë edhe femrat, po është pak ma e sikletshme, do me thonë, nështë ta puna e veshës edhe puna si femën edhe është këj zakonit e na që vetëm burrat mbledhen, edhe pse jë mullë edhe unë në sofër, po nuk është shumë e praktikoj, sepse nuk njëna rahat në shabaz të veshës me fustan të mullë, që shëdon tradita ti nuk mundësh me qenë. Sa atë kanë shpërbly bile për qatë ullje, për qatë këndim në sofër? Po, gjithmonë është shpërblimin, shpërblimi është ajo që kur i shet të këndu krejt bashke edhe të njëmojnë ty me këndu edhe i shet të knaq, ajo është shpërblimi, dhe më tonë, se shpërblimi është në fond kur të falenderojmë për atë pjesë që ke përfundu ose ke përformu, a është shpërblimi ma i madhe se çdo sen tjetër. Kështu që nuk pesgati ma shumë, shojna me ju, se në të ngojna të kënu. Jo, s'ka vdekë lullkusja e Kosovës, one me malë të kujtojmë, oj ganimet e, jo, s'ka vdekë lullkusja e Gjakovës, ganimet mo i krenaria jonë.